Flamurtari në basketbol për femra është eliminuar në gjysmëfinale të Ligës Unike. Ekipi Blonjatu mposhtë nga Bashkimi i Prizrenit, duke i dhënë kështu fund rrugëtimit në këtë kompeticion, ku vinte si kampion në fuqi. Faza finale e Ligës Unike po zhvillohet në Prizren të Kosovës, ndërsa në finalen e madhe është kualifikuar edhe ekipi Pejës që fitoi përballë Tiranës në gjysmëfinalen tjetër. Flamurtari u mund me rezultatin 81-63 në një ndeshje që deri në 10 minutat e fundit ishte mjaft e luftuar dhe balancuar mes dy skuadrave. Megjithatë, në momentet vendimtare ekipi vendas u tregua më i saktë dhe më i qetë, duke siguruar fitoren dhe kalimin në finale. Skuadra Vlonjate do të luajë tashmë për vendin e tretë përballë Tiranës, ndërsa vëmendja kryesore mbetet te kampionati kombëtar, ku synohet mbrojtja e titullit. Ndërkohë, ajo që është vënë re në këtë fazë finale në Prizren ka qenë mungesa e tifozëve në Pallatin e Sportit, në kontrast të dukshëm me një vit më parë, kur ndeshjet u zhvillua në Vlorë dhe atmosfera ishte shumë e zjarrt. Flamurtari largohet kështu nga një tjetër objektiv sezonal, por mbetet i fokusuar tek fitimi i titullit kampion.